Kujdes gjatë fundjavës, rreshje shiu dhe bubullima ja çfarë pritet të ndodh me motin dhe me temperaturat. Edhe për gjatë ditës së shtunë në të gjithë territorin do të mbizotrojë moti paqëndrueshëm. Gjatë ditës së nesërme nuk do të mungojnë rreshjet e shiut, të cilat do të jenë me intensitet mesatar të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Ndërkohë pritet që era nga kuadrati lindjes të arrijë shpejtësi mesatare deri në 8 metër në sekond, ndërsa valëzimi në det do të arrijë deri në 2 ball.